Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët edhe këtë pasdite në Dita Mënesi gjithmonë në DTV Media. E sot do të flasim për muzikën dhe gjithçka për të, pra dhe pikërisht sot për të diskutuar këtë temë kaq interesante, kam dhënë ta kem sot në studio këngëtaren më të ri, i cili në fakt i ka disa vite karrierë në këtë punë, por goxha kohëve të fundit po e shohim nëpër rrjetet sociale që e ka bu kështu një bom, po ashtu edhe DJ-n e tij personal, DJ Moni. Përshëndetje, mirë se keni ardhur sot. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ka ardhur dhe i të bashkëpunimi mes juve dy? Unë kam vazhduar kur vazhdojmë në koncertin Drenas. Edhe aty kam njoftu DJ Mon, edhe për ati momentit ja ka nisë me më përkra kë, normal. Kam pas përkrahje tjera për gjithë DJ-ve. Ama të DJ Moni diqysh hini diqysh në zemër fillë edhe... Pra e keni gjetat edhe energjinë që ju ka përshtat me njëri tjetër. Edhe më shprej, edhe diqysh edhe mu i më shprej ma mirë të ke. Kjo është gjë shumë e mirë, sepse muzikë bashkëpunimi është ajo kryesorja, sepse ndoshta edhe kreativitetin që e kemi, atëherë mundemi me kalu ma mirë dhe mundemi me kriju diçka edhe ma të bukur, kur e kemi mbështetjen dhe idejat e DJ-t sidomos. Po jo? Unë me Benton, për hirtë por dhe më thonë, ashtë e ko 2 vite, që ashtu 2 vite 3, unë nëse isha të bo muzikë në Drenas, adin ko në vend temin, që ato e ko po Benton në që, adin në ka pëlqy, paka shumë, tani në arro në kontakt, Benton ka thot që unë... Pra jo e keni zbëllu në farë mire, kështo. Amo Benton të one e jep maksimumin, tash të tërkun se divish të one e jep maksimumin. Që ato më ka pëlqy që Benton të më tha ka diçka që mujna me punu një bashkëpunim ose diçka me mu bashkë. Dhe atë kalera të Benton, pikërisht për këngën e fundit me na fol. Për këngën e fundit që kam lansur para një muaj më duket, që kam Hana, dhe kam hala në projekte tjera që janë punime në fakt, edhe ato janë pak ma ndryshe, pak ma stil gangsta pak, se me shkuvec në qa stil të gjithë dhe janë ishte më të po bajat si... Pra ke eksperimentu kështu me stilet vendimet? Më shpejt besoj se do të lansohet në Korrik. Pra këgja afer, që në ka lansimi këngës tjetër, ajo pak ma stil ma ndryshe se kjo tjetra. Normal, unë që shëniva unë e muzike mas pronti që të, aja ka me ko shumë e furt. Po besoj që duke marrë parasysh tash sezonën e verës, këto këngë edhe pak ma shumë dëgjon, duke më përshtat ndështë edhe sezonës, pak i ka ato specifikat e veta. Normal, po. Në çdo këngë ka atë stilin e vetë edhe për shembull verës diqysh tash edhe dashni këto ngohen, ama ma shumë ngohen diqysh këto ma gangsta që këto ma... E japin një farë vetë besimi, kështu bashkë. është ka të specifikat e veta, personalisht edhe unë i dëgjoj këto, dhe jënë diçka që përshtaten me kohën, po edhe dimret se jo. Amo ato dhe izë mas shumë të ashtë verës. Po, çdo këngë ka atë kohën e vetë që përshtatet. Përmande këngët për dashni. Po. A ki ndoshta dedikim, tamon ndoshta një eksperiencë personale, apo kështu përgjithësi dashuria? Po kështu në përgjithësi nuk janë dedikim shumë, se gati edhe kretë më kanë thonë veç dashni që ka vu, mos janë dedikim në njën, ama më pëlqen që këtë stil edhe kom po që po më shkon shumë. Edhe thash se mos me vërtun edhe në këtë stilin tjetër. Po. Pak ma gangësin këtë, pak ma... Cila tu ka përshtat ma shumë? Po normal ma shumë dashni më ka përshtat, ama... Zdi diqysh më ka hinë zemë, diqysh me vërdu me kongë dashni, po edhe me këto, me stilin tjetër këto që jenë ma gangsta, ma trap. Dashuria me të vërtet kështu është, mund me thonë, një inspirën për krejt këngëtarët, artistat, shkrimtarët, gjithmonë kemi ndoshta material, sepse e ndjejmë, dhe është një lloj ndjenje që është e papërshkrueshme me fjalë, por përmes artit pak a shumë mundemi me bu drejtësi kështu duke përfaqësuar domethënë në forma ndryshme të artit, po ashtu mundemi të thonë që është pak më e vështira për me përfaqësuar drejt. Po është pak më vështirë ndoshta,
edhe për me shprej diqysh, po për këngë që vazhdojmë i bu me dashni, nuk pe kom problem, tash e bedi shka përdojt me shprej, shka me shkën tekst, shka... Mirë po besoj që ndërkohë ka me arë ndoshta një këngë dedikim dhe ju keni pas aftësit që me të vërtet me shprej mënyrën më të mirë. Kismet besoj që edhe një këngë do t'jetë dedikim, që e kom punu, edhe besoj që kam i përqy krejtve. Do me thonë ju keni këngë të punuara që vetëm pritet më lansu ndërkohë. Po. Do me thonë gjatë tër verës ju keni bu para përgatitje dhe alo pa unë zej koha mirë, kështu? Po nxejet tani bëhet edhe ma mirë. Që me që në gati, po. Projekte ka, diçka bendo ka projekte, sakt nuk e dina me qëfar do të cilën ko, po e kim dhe projekte paka shumë, edhe tash e kim normal fillan sezona e këtyne mërgjitëmtare që i vinë Kosovë, fuqeshëm si gjithmonë, normal, e kuptohet. Çka ka të veçantë kjo sezon? Kjo sezon të one po fuli personalisht, ka veç që kur vi mërgjimtarë dhe më thotë të buen krejt. Edhe që ato më përgjën të më thotë se na pa mërgjimtarë s'ka kur gjon. Janë festivalet janë ma nëryshe, janë është neja pak ma nëryshe, lodhje normale, kuptohet, po sezona ka normal venin e vetë, si gjithmonë tani e kim ko. Sepse ndoshta edhe në pjesën tjetër të vitit kemi lodhje, muzika është një punë e cila ka konstant, pra nuk e kemi një orar të tërsh, që vetëm mbarot, më thonë aty puna dhe nuk merrem me me to, po edhe kur nuk është sezona, kemi gjëra, pështu në lëvizje, ato jo përmendet që i keni të punuara, pra gati vetëm për të lansu, edhe pastaj vera vazhdo me festivale, ndryshme, me performanca live, me lansime, kështu. Po, zakonisht të këngët që jenë për verës, këto janë ishim punimet gjadimrit, mi bogati krejt, mi punu për verën, kështu që kur gjenë vakti verës, mi pas gati edhe veç i lancën. Çka të inspiron ty personalisht për me bo një këngë? Inspiron kër shkrej në studio, edhe diqysh një nësë shumë ashlira dhe zdi diqysh edhin edhe mu një vetë. Në muzikë, normal në muzikë, njëri ku shkë tashun për veti për fuli, njëri ku shkë në muzikë, në studio, hen me një studio, kam shuk, jarona që shkaj, dhe më thotë nervozën që ato e shprejhi. Dhe më thotë njëna pak ma rahat. Tani kur të është njërin publik me dalë për shamull festivale, është pak ma nëryshe, tani ato njësh edhe ma mirë. Ama për një studio, sa do qovë me konë nervoz, të ato e shpreja të farë talentin tanë, shu që jem pak ma i qetë. është një zonë sigur? Normal, është një zonë sigur. Dhe më thotë, nuk i para zisa vetëve, dhe më thonë një është ma rahat. Mund është me qenë vetë vetja. Po, fleks. Pra ata ndoshta në studion tuaj të njët, e këni gjithë atë bashkëpunimin, atë vlerat e përbashkëta, cilat ku dënim ndoshta edhe qëllimet e njëjta më pas, me arritë sa ma shumë suksese së bashku, dhe prandaj ndoshta kur të dy personat e kanë njëjtin vullnet, atëherë nuk kemi ku me qalu. E din edhe muni vetë, gjatë vjeç këshim koncerte që e japim maksimumin edhe publiken janë i knaqë shumë me DJ-n, edhe me artistin, e din edhe vetë që bëhet aty. A më nga të regon pak ma shumë për to koncertet live, që ndoshta janë me një audiencë publik shumë të madhë, çfarë ndjenja është, si dajl, çfarë ndjenja është me performu para personave që ndoshta kritika në sy ty? Po që fakt shumë po funi për këtë koncertin Drenash të Mërgata. Koncertin e parë kër kom pas aty, kom pas emocione normal, se publiku e krejtë sytë ka unë e didi që është pak o drillësha, ama normal është një gjenje e mirë, se kër është e publiku që po të nganti edhe janë të knaqë me ty kër të ngu kongën edhe ma shliro është. Po, dhe shan fakt reagimin aty për atë, e din se ku je, kur ndoshta ndryshe është në rrjetet sociale edhe kur i postojmë kongë, po kur e kemi do më thëmë paraqitjen live, atëherë është edhe energjia e krejturmës, energjia jote vret, atë ndoshta pa diskutu diçka aty e lexon njërin krejt. Tash bën të po ful për veti. Unë
Unë gati që 8 vite, merrem me muzikën, po foli për ndrenas mas pari, dhe më tha vend temin këm dhejz. Më gjoj ndrenasit dhe më tha e din. Ama jo, unë jam gjende për as disa me vetë me dalë, më tha s'kam ma din stres, ish një më rahat. Kështu që unë atë problem se kam. Normal band është pak ma vonja ka nis, o më në ju se kam problem. Po te e dim rrullën se si shkon, dhe për ata Janë të momente, për shembull, janë të emocione që kur të hysh deri në skenë, po tash na po foli për shembull unë si DJ unë e kapi mikrofonin, si të e kapi mikrofonin unë mo largohen. ja, largohen. Veç ashtu muzika e ka. Ndoshta kur hyp, domethënë, dal në skenë dhe e ki largohet gjithçka prej trunit tjetër, vetëm Si ti ki publikin, domethënë si ti ki ato organizator të fortë, ti edhe ti njesh rahat si në shtëpione. Kështu që unë e dej që tash mirë, s'është keq. Cili ka qenë koncept ndoshta ma të shtorë që e ke pas? Ma dhe shturë kanë qenë ndrenas dhe më tha për herë të parë, mas jam hinja në muzikë dhe më tha për mi, i kom pas për mi 5.000-6.000 vetë, dhe më tha ato, nuk e di as vetë që shkom po muzikë, kështu që ato dhe më tha janë ka hapat e mi të parë. Edhe kom po që për dojnë, po më dojnë, kështu që s'jam nalë kur mu. Dhe më tha që ajo ka moment pak ma i fështira, dhe jam hymë skenë, po i kom post në normal familjes kam bështet, edhe në normal, si gjithmonë. Po edhe shoqënia, kështu që s'jam në Po realisht që 5.000 persona ndryshëm, ndoshta që tash me paramendu se si duken 5.000 persona është... Shumë, për mu janë ka shumë. Adin, tash për shembull normal nuk e kam problem, më 5.000 vetë kër i kum pas prezent, kum tha, adin, se çka u të ndodh, qysh kam me reagu, qysh kam me dal, ama jam dal perfekt. Pikërisht sepse edhe hera e parë që po diçka gjithmonë i ka ato emocionet para se gjithë fillimi gjithë është shumë i zërshëm, e kuptohet. Fillimi i zërshëm gjithë, po tani ku pas ku e njëri pak. Ndoshta na do të ajo adrenalin pak. Adrenalin është boll. Shumë adrenalin. Bile dëgjoj sa kur ti më në vesh është këti tërë adrenalin është. Po dhe pomja është pak ma cool, më gjithë i mana. Me të vërtet kjo është diçka që edhe verës, edhe i përmend edhe mërgjimtarët, pra kur vinë atëherë gjithë personat po vinë aty për më pas një kohë të mirë dhe shumicën e kohës ndoshta nuk ka probleme, por a ke pas raste kur ka mujt me ndodhur ndoshta ndonjë incident? Ka pas dhe momente që ka ndodhur incident, aty do sane jo shumë të mëdha, shumë të vogla, po nuk u vrejt fort. Domethënë te DJ-ja, te këngëtari janë ka rregulla pak më ndryshe. Siguria ka pak ma nivel, e kuptohet, ama personalisht kështu mu ju, diçka që 8 vjetë që i merron muzikë, ju, s'm ka ndodhur. Jam dalë shumë më i kënaqur. Çka ke mësuar nga këtë kjo provojë 8 vjeçare? Atë ka ndryshuar si person? Si person, ju, s'm ka ndryshuar si person, po vish një sene e kom vrejtone si diçka që edhe nëjse edhe të publiku si ata dhe që ato më kanë provu, tash unë do të me arrit ma shumë se ata. Dhe më tha për me dha maksimumin për ta. Ata më kanë përvu dhe që ato, se normal jo ka pak një kohë e vështira, dhe në qysh janë nisin sanet e... Janë ka pak dhe cikrimet vogla, kështu që mirë o ka. Se e kemë pas edhe këtë kohën e pandemisë, që... Koha pandemisë o ka pak ma zërë. Koha pandemisë o ka pak ma zërë. S'ke mujt me dalë dhe më tha s'ke pas ku qysh me dalë në për studio, në për me inqizu dhe sane. Amo që tash ka inqizimet mira që ata që më shohin, ata që e din që verës kismet, pejt një zetit korrek. Amo, pandemia ka me qenë ndoshta ajo arma ju në sekrete, ndoshta edhe për fëmijët tonë ma vonë që pandemia ka një sani mirë që e ke shprejt dhe më thot talentin tanë, kush e ka shprejt talentin, amo janë ka dësa në caktunë që s'ke mujt me shfrytzu. Ta është për shembull po, me band tonë kontakt, me panu bashkë, kështu që... Gjatë pandemisë dhe me thonë që përmeni edhe DJ Moni, kem pas pak problem që s'ke mujtë me shkën studio, ama që ato menimet projekte që i kom pas, i kom menu në shpe, dhe më thonë i bësha gati i kretë, që mas pandemisë dhe më thonë këtë shkën studio dhe i kom gati bile.
Ose filloj ashtu se 2 javë. Po. Mbyllje dhe po përfundon dhe zgjati, kështu po më serioze, kemi pas shumë fatalitet, do më thonë ka qenë një kohë që ka pas shumë të këqija, por artistikisht kemi pas edhe persona që kanë mujtë me zhvillu, edhe kanë pas ndoshta kohën dhe hapësirën. Kanë pas mundësinë, kanë shpreh talentin e vet. Unë apet peceki, unë të më thonë me përdori TikTokin që hin live në TikTok, që atu dhe më thonë shpreh talentin tem, paj muzik, ama normal kur t'janë në festivale kështu mërgota, kështu se ceka ndrenas, ato edhe ma shumë edhe maksimumin, kështu që t'jallëm kuës tash. Pikërisht dhe ta mdoj të rrjetet sociale, sa e në të rëndësishme për artistat sot? Shumë e në të rëndësishme. Dësh më konë diqë aktiv për ditë dhe të më konë non-stop, që nëse qëtë shumë story ose i tërgon njërë dhe dishka një në ditë, ose një javë diqish, e qëtë qatë njëftim edhe e lënë diqish mas do mujë, tani qëtë prapë. Njërë intereson edhe ma shumë informacione, ma shumë me ditë kur... Pra janë ato strategjitë të caktume për rrjetet sociale, sepse ndoshta kemi dikët që e ka një bindje që do të me postu ndoshta 4 herë në dana ditës, po ndoshta përmbajtja nuk është diçka që mundet mi tërhej. Persona nuk e bën atë qëllimin e vetë, s'ka me arrit që për ato e minis. Qështë ta dhe është aktiv, më konë, jo veç në kongë me publiku, po edhe në rrjetet sociale, edhe në TikTok shembull. Sidomos TikTok-u, ku vetë funde, që nga pandemia, në fakt ka qenë është diçka që të më thonë nuk mundem me jetu pa to. Jo. Unë për vete po fulli tash për biznes dhe më thonë tamin për punën që e baj, dhe më thonë është vetë me TikTok-i që më thonë shukush me ri ma shumë, edhe dhejz ma shumë, normale e kuptuhet, po kur t'ja nish me kohë aktiv, si e tha dhe bento, normal tani du të me moj qatë tempo, edhe non-stop. E përmendet që ju hyni live në TikTok? Unë muna me thonë është mrena jove shto nat hi adin. Amo ka janë do momente që njëri shkon në studio adin nuk mundet me hi, amo shumicën e rosta adin hi live në TikTok edhe ata që më këshyrin ato më mbështetin edhe unë jam ka i qefin dhe më thonë më janë shoj muzikë. Pra e kene audiencën tuaj, ndoshta e kene kështu të rikthyeshme, pra ata persona që kanë fillu me ndjek prej fillimit, jënë përshtatë stilit të në muzikës edhe vazhdojnë me ndjek gjithmonë? Normal, gjithmonë, ata e din çfarë muzikës, unë e ceka dhe ma herë dhe më thonë nuk e kam vesh një muzikë që në shoj për shamë vesh rap, atë në dep house, elektro, puna DJ-ve që që kanë ta shumë për vejti personalisht për fulli, ama për shamë hime në TikTok live temin, edhe atë në ka qef me janë shumë një muzikë, janë shoj muzikë, në shfarët edhe qefi edhe. Dhe më thoja plësaj dëshirën, jo vetëm TikTok, po edhe në për festivalet noja, për shamull, qka lypet, kanë qef publik, ose edhe në kejtë në varë tash qka lypet. Me dalu këto ndoshta kërkesat prej festivaleve, qëfar muzike dojnë me dëgju publiko dhe ju personalisht që shmirën e me rrjetet sociale, qka kemi dalim këto? Tash unë pecejki për këtu ndrënas për mërgat, për shamull që i bon festivali e din edhe bento, tash në varet qka lypet, për shamull. Për ndrënas, për në vend temin për foli ma shumë kam qef këta të rritë me pak me valzu, me këcy, adin, normal edhe rap, e kuptuat. Ama për në vend temin, mund që shumë gjojnë si DJ, kanë qef me këcy ma shumë, adin me valzu, me rini, normal, edhe këtu muzik të vjetra qenë ko pak ma të forta, ma moderne, kështu që të janë. Po, mi rikëthy ato. Mi rikëthy dhe më thonë kohën e vjetër. Po, sepse e dim prej tekstin. Amo shumë e vërej, për shambull, kur që kema një festival që në shaj muzikë, rap, dhe më thonë, hitet e vjetra vrejën në ekstrem shumë. Dhe më thoi vrej, cila gjenerat dhe më thoi e ka ngu qatë muzikë. Këta për shumë gjenerat të reja, këta i ngu qëtu muzikë pak më të reja, normal pak me valzu, me kadashnia e që se forsan është. Po jemi pak sireni dvujton. Po normal, po. Atë këngë për dashni sidomos, se dhe si popull, përgjithësi, këngë për dashuri kemi pas gjithmonë ato. Gjithmonë. Që me të vërtet i kemi këndu me zamër, dhe edhe si popull përgjithësi në krejtë shpinë dikun ka mungu një muzikë, do me thonë, ose të u bogati, ose diçka e tillë,
kur nuk ndalemi, si më thonë, një ditë mos me dëgju kur gjo, po tash rrjetet sociale, për shumë për shembull në TikTok, konstant ki diçka me një track kështu muzikor që ta ushqen trulin në farë mënyre. Tash unë po foli si DJ, boll në shoj muzikë të lifore, rap, dub house, elektro, ama muzika që më pëlqen mu personalisht, muzika dhe më thonë relax, adhe me qëtu trunin, se zahar i na bo bajat vesh në nstëp, pas din të në shumë muzikë. Me ndryshu pak. Po, me ndryshu pak, se për me adhe vesh kryt gjithë vesh të ushtu, e kështu që mu që aja më pëlqen ma shumë. Pra jo, edhe e gjeni edhe kohën e muzikës të relaxit, Po. edhe normalisht që e keni një orarë kozgja kështu të mbushën me shumë obligime, atëre ajo koha muzikës vetëm për ty është e caktuar dhe është vetëm ai momenti atë ku fokusohesh vetëm në vete. Normale, ja kuptuhet, angazhime ka sa dush, ngarkes ka, normale, ja kuptuhet, ama vish një problem e kim që orari pak është shumë i keq, dhe më tho që jem në stop natën, atë dhe më tho deri me mëngjes, po mirë, nuk është keq. A keni ndaj situatë ku, ndoshta që për marrëm shembull verën e kalume, si ka shku ajo rutina, përmende jo natën keni punë, kështu. Atë ka rënë ndoshta deri në mëngjes, mos me pas mundësi me ardhur te shtëpia. Shpesh më ka po vakia dhe i mëngjes, bile unë kam atë vllavin e vogël që utoj me to bashkë, dhe më thonë që shkojnë ana për neja, e në vedin dhe më thonë bike vetë me utu vetë, me po muzika, din po, apet i fort im ho. Pra, a keni pas ndoshta mrena një jave, shumë angazhime, dhe më thonë shumë. Edhe Unë u dasht më rikuperu kështu këgja shpejt për tjetër ndaj. Po normale, e kuptohet që, ama për shembull tash unë po foli për vetë, dhe më thonë gjithë sezonat janë nisi pej 20 korrekt deri me 20 ngusht, 21 dhe më thonë për ditë. E normal që ka angazhime, është lodhje, është dhe më thonë është momenti ma i këse i për një lejvë dhe dejmë 5 saboj, dhe më thonë gjithë në stëp je qatë orarë. Aj normal është një pushim që mund është me pushu, po Nuk është ai pushim, tamam. së është aj pushim tamam, dhe më thonë je gjithë natën atin. Do më thonë shtatori është muaj i gjumit për juve. Shtatorin në me zispres me orbile. Amo normal edhe sezonin e me zispres, me orë sezona me dalë, mi pa mërgjimtarët, mi pa krejtë. Po të vërtet të tashmë gjithmonë kemi mërgjimtarë që vinë edhe dimrit edhe verës, po gjithmonë në sezonën e verës kemi krajt edhe mbledhemi. Do më thonë bashkohet familja, është diçka shumë speciale dhe pse mos me shku marrë këtu bashkë. Pra, shumë shpesh ndoshta të rritë familjes, këto që janë edhe ata që janë jashtë, i ndjekin këto nejat, ku janë, ku po shkojmë, janë diçka shumë speciale që na bojnë shumë të lumtur. Unë e kam shok, kam jarona dhe më thonë, ku baj muzikë në për vene tjera, për shamu suare e këpej i stok këto vene, ka bo vakije që ku pos me po muzikë në fushë Kosovë ose në Drenas, Mërgot, më kanë orë dhe më thonë platë shok, jarona pej ati ishit më kanë orë në Drenas. Aty më vish, si jam kone DJ, kështu që unë jam një edhe ma e knash, normal, e për që ta unë nuk dërzona dhe të migrojnë në stëp, projekte, bento, ka dishka, edhe unë e kam, ka pak i postoj dhe muzikë dhe remiksa dhe qështu që i bojmë na DJ-t, po mirë, apet nuk është keq. Desha të rikëthejmë tek bento, cili është ndoshta projekti jot i preferuar? Normal, këtë projekte që i kam më pëlqejnë krejt, ama më i preferuni që e kam është Pa ty. Po, pse pikrisht? Zdidi që e kam shkruajt me... I kam shkruajt ndjenjë në qatë tekst kërë kam shkruajt edhe zdi. Po të cekim nuk ka qenë dedikim? Ja, dedikim jo. Okej. Garant po kalëzën që tuk se ka shkru, garant nashta është paka shumë si ndanshuri, po nuk po kalëzën. Nuk pe zbulojna, okej. Që pelojna pak si... Kena me të shiku kështu shumë për safër të Jo si gjërë që... Dhe të zbulojna. Jo si gjërë që nuk është dedikim, po... Zdi që e kam Pa ty nishin edhe Pa ty dyshin. Të këtë dyshit ma shumë jam shprej në qatë tekst edhe
Dhe me i favorizoni është pa ty, dyshi. Edhe pas një, pra, këngët janë ato që e mësën se si shkojnë, pra, vjen naturalisht ajo edhe përmirësohesh dhe vetë, dhe vrejnë që çka i dohet kësaj këngë, çka si dohet. Si t'janë inspirime? Inspirimi kur të ngoj melodin. T'ja nis melodia dhe vinë menimet në tekst që me shkrujt edhe zdi. Në dashni shumë shprejna në tekst, e të këto që kam të stil pak më ndryshe, se që jam mësuvis dashni të i bo projektet edhe më shumë jam shprej në dashni në tekst e kërshruj, se di qish ma, qish me thonë, po dhe ndrimi e stilit nga bëm pak ma të hapëm, pra dhe është mirë për me eksperimentu pak ma shumë, që ka po të shkojnë, që nuk po të shkojnë, dhe të ke fundit, nëse nuk provojmë, atëherë po mbesim në të njëjtin nivel dhe në qoftë se nuk na shkojnë, atëherë është krejt në rregull, koha nuk mund të themi se është kohë e humbur nëse se kemi provu me qenë profesionist në një pjesë që ndoshta nuk na ka shku neve, por ju pak a shumë e vreni edhe veten, analizoni dhe kështu, prandaj e keni gjetë veten edhe tek stili tjetër. Normal, për që ta dhe këm desh me ndru stilin. Por prap nuk keni milion këto këngët ma empatike, mundem. Ja, këto milion kur. Edhe mu dërzu kur, se nëse ki ti talentin, edhe ti dikur ki me arrit. Kush ta ka zbulu ti talentin? Talentin vetja. A kemi kështu ndonjë moment që mundem të thonë, nga kjo moment e kam ditë që kam e qenë një këngëtar? Normal për i fillimi kërë jo kom fillu, edhe thesha, ato ako me arrit dikur, ako më kon dikush, ako më... Jo në ato mendimet që gjithmonë i kemi dyshimet në vete, por këto ndoshta janë ato që na motivojnë më shumë, pra do të punojmë në atë fushë caktuar ku dojmë në rastin tuaj si këngëtar dhe atëherë puna do të shpërblehet, pavarësisht se tashmë me evolim teknologjisë, rrjeteve sociale, ndoshta është bu pak më vështirë, po edhe pak më lehtë njëjtën kohë me depërtuar këtë industri, puna e pandalshme atëherë ka më pas një rezultat dikur. Normal, kur nuk nalësh edhe vazhdon çdo herë që e ki talentit ti normal që mundesh me arrit dikur, edhe kur e ki përkrojnë e dikujt, si për shembull përkrojnë e DJ Moni që e kom pas, në fillim kërëm njëftu, më ka pas që artisti jem edhe nga thonë emocional, veç vërdo se kemi arrit dikur. Po normal është aja, se normal tash në për veti për full adin personalisht, së më ka një mu dhe më dhe kërkush, ku më arrit vetë i qëtu, a i ka nevoj pak edhe ma shumë njëri, ama kura kom po bentën, i kom tho bentën, e me ty, mujna me po diçka të projektit të sani, i kom tho musu në alkor, edhe pse kë ko pak ma lartë në Itali, në Kosovë, dhe me thos këna mujt, kur qysh adin, pak a shumë mu taku, sa në mene normal, unë i kisha datat, i kisha sezonat e mija, po tash, po më doke që kam menajt në Kosovë pak ma shumë kë, edhe këna me punu diçka që se ka po kërkush heq. Diçka të re... Diçka të re ka diçka të re, po nuk këdzojna më zbulu një herë. Ka edhe për meje, po edhe për bendu s'ka ma shumë. Disha të rikthejem tek pikrisht të përvoja jote 8 vjeqare. Kur e ke zbulu këtë dashurim për muzikën? Për muzikën? A ka lind kjo ma përpara se 8 vjetë, apo gjithmonë ka qenë prezente? Jo, prezente jo, amo nëse e kom pas agjin, dhe më thaja është një në Gjermani jetën, a i qysh i vogël, dhe më tha, ka shti me valëzu, me merë me muzikë, me si farsenësh, edhe mo tani normal, te i ka bo njëri pak mundësit, po normal edhe për kraja prindit, fillimi, edhe tani qështu. Dhe më tha, kuj kom pas 5-6 vjetë më thonë, dhe më thonë me dëgjoj sa në vesh. Që ato e kom po vetin që
e du muzikën. Dhe më thonë, kur të një dikun muzikën, e di që diçka... është ai veshi muzikor, se thonë. Dhe më thonë, unë e vrej, adin, mërëna që ty në 8 vjeqarë, unë e vrej, për shumë që ajo muzikë që nga jo, unë e vrej, a ban, a zban për mu. Kështu që, sigur band të ma heret, që ma ka zej një instrumental që po dhe kemi bo, e kena me bo shumë fort, i thash po band të shumë i mirë është. Kështu që... Baza mirë të është në rregull, vetëm me zbukuro dhe ma shumë. Dhe ishta më fokusu tek industria muzikës, pasi që jo jeni ma gjatë në këtë industri. Cilat janë të mirat dhe cilat janë të këqijat kësajna. Ato detaje që ndoshta ne që nuk jemi në atë industri, nuk i dim. Të mirë atan që e ki një përkrojë gjithmonë, a e kuptohet, e ki përkrojën prind, familjarët, në marrë vllaznin ata krejt, kështu që e ki që onë që normal janë pak dhe shpenzime, janë pak dhe sene, amo Së mos ndoshta në fillim? Po, fillimi normal. Sepse për shembull në rastin tuaj, një DJ të kom pasur studion e vetë, studioja i ka goxha të shpenzime, kështu. Studioja ka të shpenzime normal, ka pak adin normal që du të mjo pak vetit, pak shtresa normal e kuptuhet, po që ma bo, nuk dërzu më korë. Zba më dërzu, se si dërzu na normal. E dojmë këtë punë edhe normal që s'dërzohem. Amo ka talenta, për shembull, unë tash, odin për folë personalisht, unë kërë akum njësë fillim normal, akum njësë pejt zerës, aja kuptuhet, edhe të më thesha qysh me arrit dhe që ato, odin, qysh me, e kum pas dhe më vesh andër, vesh qysh me kapu nësi DJ mikrofoni me dollë para zisa njerëzve. E kështu që... Si duke tashme që tu ka pletësu ajo? Wow, së në përshkruj. Sepse dikur ndoshta ka qenë diçka që vetëm e kemi paramendu. Do tashmë se është realitet, ndoshta do të marrim si mesazh që të ndrojmë pak më shumë dhe të punojmë drejt tyre. Qatë momentën e që jam ka dhe më thonë fillim së në përshkruj korë. Atë smuj e këthej korë, dhe më thonë se di vetë. Normal, i të isha din kështu vetë me vejti abona, vish t'i baj 18 vjetë, adhe vish t'kapi diçka, t'arriti diçka. Po normal, se jam dërzu korë. Nëse ishe këty prej fillimet, a kishe bu diçka ndryshe? Me qëtu mundësi që tash, po, kisha bo ndryshe. Shumë sene. Çka për shembull? Po, valla, diçka rreth muzikës, normal po, aja kuptohet, po me projekte, nështë ta kisha mujtë me thonë më shumë, edhe normal tani të muzika të sanet. Po ty Vento? Po fiks që tha dhe DJ Moni, prej fillim jeni prej zërës të projektet, nëse që pak më ndryshe i këshim bo... Po pavarësisht, jeni të kënaqur me të arriturat juaja deri tash, normal. Sidomos e mbështetjen e njëri tjetrit që e keni, sepse ndoshta është goxha gjatë më demotivuar këtë industri, sepse nga jashtë shumë si diçka të pamëshirshme, sepse kemi shumë artista që duhen me dëpërtu dhe rrethonat janë ndryshe. Ka artista që ndoshta kanë mundësit më të mira, favorizohen më shumë dhe kemi artista të ri të cilët e shohim ndoshta një video atyre të këndu ose në rastis të mahnitemi dhe vetë me veti mundemi me thonë pse nuk kanë këta ma shumë famë. Këta e meritojnë. Unë për veti po foli personalisht, në fillim kërë akum njësë më muzikë, unë beshtetis normal për publikut po mbështetje për ti tërkojna s'kum pas, dhe më thonë, kum arrit vetë. Edhe normal janë ka dhe momenti që nashta ka pas që edhe jam mërzi, dhe më thonë, adin kum thonë qysh, adin s'po moj me konë qatë pikë ose qatë ven, po ka talenta shumë, ka talenta unë që i një, ka talenta shumë, që di me kënu, e kanë zonin perfekt, po nuk mujnë me shprej, dhe më thonë. Për me orë dhe i të qaj momenti për me shprej, normal, do të me punu shumë, do të me punu, po t'jalojmë ku, e stash. Do të me pas në shta dorem dhe... Dorem do të me pas, normal. Besim vete, sidomos.
Vento, ti a ke pas në një moment ku ndoshta je demotivu dhe ke pas një ide për më vazhdu dhe një fush tjetër? Nuk e di, nuk kam pas në ide tjetër. E kam menu si uke që më ka pëlqy muzika shumë, edhe veç në qatë rrugë jam vazhdu. Se dhe kam menu, thashë, nështë një ditë bëna këngëtar, nështë një ditë, nështë edhe më shkon zoni, tani, të i vazhdu të nga muzikë, të i po covera, edhe kam marrë një qitë pikë që e kam menu a bota realitet në i herë, edhe që ku jem sot. Edhe jemi knoqen shumë. Pak e babesueshme? Dhe pa besueshme po shumë. Ti që kam besu që thesha nështë nuk kam e bo kongë, nështë nuk kam shkon në zonin, nështë ose që kam e dalë para publiko që ta është dalë gjdo verë para publikë në koncerte. Si andër më doket ka njerë diqish. Qka e kështë thonë vetës, kur ke qenë i vogël, do shta si mesazh për të ardhmen, paga shumë, një fjali që e kështë thonë për me motivu. Dhe s'po di që thonë. Do shta e kështë ljonë kështë rrugtimin, me përjetu ato emocion Po, se cilit hapë. Me vërtet kjo është diçka shumë speciale dhe në qofë se hymë kështë të thamë me analizu, do të me qenë gëgjat në ashëm në vetën dhe me vazhdu, pra mësë më demotivu në këtë pjesë. Me vazhdu me trendet, me ndjek paka shumë për pa e humbur identitetin tonë si artist. Kjo që është, onë mendoj që është shumë e rëndësishme, së të mos për artistat, që mos me u dëgju si gjithë njëjtë. Do më thonë, si ta ndërsta dhe fillimin e kongës, kur ta dëgjojmë hyrjen, me njëherë me ditë se kush e ka këtë kongë. Po normal, se për shka po flitet. Po. E kuptuat. Unë edhe marrët e cejka, unë normal, baj muzikë në për festivali kështu, ama janë dhe momente më të mira që edhe në përdarsma, dhe më thonë, në përdarsma, kur të banë në verës, janë dhe momente për shambull kanë qef dhe më thonë qifti që e lipi muzikë pak ma nëryshe, pak ma rap, ama dhe më thonë momente më të mira që ka lej është në përdarsma. Dhe më thonë je pak ma zotnisha, din. Po. A në malë për koncerte, pak ma nëryshe se je gjithë më shumë kalablak, e në përdarsma është një numër i vogël, adin. Apo në për koncerte është pak ma obligim ki ma shumë. Po sidomos muzika në përdarsma, edhe dasmorët aty interesohen se kush është kështu. Jeni, me thonë, njëna ndër fokuset kryesore pas qiftit. Janë të momentet mira, kështu që... Me të vërtet ju gëgja e gjitharëshëm, sepse pasi që përmende dhe që keni qenë në përdarsma, cila ma shumë të përqenë është ta me punu në ta? Nuk e kam problem. Si në për festivali kështu të vogla, si në përdarsma se kam problem. Edhe më gjojnë si në përdarsma, edhe si në për neja të vogla. Kështu që jam edhe kënej. Amo momente më të mira që ka lej është në përdarsma. Dhe më thotë që një vetën ala dhe më rahat. Si janë dhe momente për shambull kari një pak ma shumë, është dhëndri, është për shambull nusja, janë dosane pak ma. A kene ndoshta sa situata konkrete, cilat mbrejsa ju kalon ma të mira, kështu prej këtyre dasmave? Të darsmat është pak ma, janë dosane pak ma caktuna, për shambull, do të me ditë qka po full, do të me ditë muru, na për koncerte për shambull, a i mund është me full, po ato nuk, adin, farës na, që shtojnë në shqiptarë stavë në vejshin. Amo na për darës, ma pak ma nëryshe, dhe me tha, do të me ditë, që është musil me dasmurin, për me dalë ma i knasht, po edhe do të me ditë qfa muzike me në shumë, për shambull, për nusën për dhëndrin, po, mirë. Do të më përshtojt pak ambjente, dhe me tha, se shumë dalën mund ka ndodhë pe një festivali, dhe me thosë si Ndrenas, si në Fushë Kosovë, si u bon, me shku direkt në darsëm. Dhe me thosë, kejtë për një zhanëve tjetër. Po, unë se kam problema, dhe më përshtat na. I kam ato muzikë, dhe me thosë që janë veç, po, i kam ato muzikë që janë veç, dhe me thosë në për darsëma që lipin pak ma shumë, ma nëryshe,
ndryshe në për festivala, këta të rritë pak ma ndryshe, pak ma gangsta, pak ma në për dorës, ma ti nuk mund është më shu muzikë pak... Do të më përshtatë. Do të më përshtatë, në malë përshtatës. Atër për në fond, a keni ndoshta ndonjë detaj të vogël sa me na zullu? Diçka shumë pak. Për projektet e radhës. Pjala bentës. Çka na pret verës? Verës pret... Normal, verës është edhe s'kena kohë për me bojnë qëzim, me bojnë gjërime se kena datat koncerteve edhe besoj që ka më konë dishka surprizë. Pra, ju kemi nëzumë kështu ta mën në gjërëm të emisionet, kur jeni komi që pak ma të lirë. Po, normal. Të one personalisht ko gjithë shka. Të one dhe më tha, unë jam hi fuqeshëm edhe dhe në fund. Amo, ka data, ata që e din ku kam bo muzikë, shu që kjo sezon ka me ka ala ma e ngarkune. Pra, Drenosi, pas kam qenë ajo ati qendra e nejave. Qendra e nejave është. Nëmër 1 Drenosi ka më konsideruar. Atër faleminderit shumë që ishit sot në studio Faleminderit dhe të t'ja përcjellim datat e nejave ndryshme, koncerteve. Mirë sa ardhën jeni. Veç mirë sa vini dhe në qele keni. Unë juve ju uroj shumë sukses në krejt projektet juaj të ardhshme dhe me të vërtet mos u dorëzoni kurrë. Vazhdoni me këtë ritëm, sepse jeni t'ja dojnë super. Faleminderit shumë për juve. Shumë Faleminderit që keni ardhur njerë. Shumë Shumë faleminderit. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 e deri në takimin e radhës, mirupafshim.